Plantohu të lutëm për të qytetarët. Unë jam Aidi, jam pjesë e Prishtina Rëndagar. A kina i këtë viro, vla, se shumë zërë jena, a këtë diaspora janë të lypë për momentin kena. Të jam marrë dikujna, bjerë me qatë kjerën që i ki marrë. Qëfar kërkesa ka Aid për vetura? A është thjesht kërkesa me pas një vetur sa me lëviz? Shumica ka dhe për darsma që po marrën të vetura shumë. Që ajo është kërkesa me modhe, po, që tash për momentin i kena marrë kjerët e reja krejt, tash sa i kena marrë dhe 100 tjera, krejt na u kam bunja 1200, që tash më krejt pikat, për ndryshën aje. Edhe tash sa e kena fillu edhe në Cyre, edhe atje kena bunja 50 kjera, po. Kështu që kush do prej mërgjimtarëve, që vjen prej Kosovës me vizitu mërgjimtarët, venin. Tash e pas kemi zgjidhin edhe na, kur shkojna, më s'keni nevoj me dalë me na ma në aeroport, se te Prishtina Rent-a-Car, e marim një vetur, edhe me tablat Kosovës. A e keni qitë tablat e Zvicrës? Jo, Zvicrës. Pse s'jali ishte të rëkës. Ja kena lon fakt, dhe të toja. Aid, qmimet vëllishme shkojnë si pas veturave? Dhe dallon prej veturës, kena pe ekonomike deri në SUV deri të G-klasa, kena shmimet €3 edhe të naltë. Deri me datën 5 dhe t'jemi këtu live për çdo ditë, kena një të rëgu njerëzve kërkesa, por shtandi është deri me datën 18. Po. Rrjetet sociale ka Prishtina Rent-a-Car? Është në rrjetet sociale në Instagram, Facebook, TikTok, tash fundi e kena bërë aplikacionin, që mujnë me downloadu edhe prej Apple Store, edhe prej Google, po Androidit. Edhe do me thonë, a munden edhe me pagu për mes aplikacionit direkt krejt me bo? Për mes aplikacionit pagesën, mujnë me zgjidh datat, mujnë me zgjidh aeroportin se ku budojnë me marrë veturën, edhe t'i shfaq krejt ofertat. Gjithashtu që të regjistrohet si klient, i kemi 20% zbritje. Fantazia, kena ecë për para, pasha zotin, po hyni shkarkojni Prishtina Rent-a-Car, që aty pas këtë krejt, te që merë në kërën, edhe a ka klienta që vinë me marrë kërën veç se kanë naj date edhe Asi për menës tani për na i dhënohen. Në regull. Unë e kisha liru linjën, se bashkë po këshyri që tash një kërë me marrë, kisha gjujtë sinjalin të Sara, se e kam që edhe nëse ma jep sinjalin regjia që Sara është gati, po e kalojt të Sara, unë po folim Aidin për një kërë që tash. Ciao. Unë tash jam të një shtanë tjetër, na shumë shpesh në Prime Ver bashkë me Shëndritin e përmenim një prej lagjeve që po ndërtojnë